Dhe unë ndërkohë që thësha Isra një vajzë e vogël, simpatike dhe Isra një vajzë shumë e madhe, një 13 vjeçare, por që më ka kalu mu. Isra shumë knasimet po studio, faleminderit që ke marrë rrugën me ardhë prej Kërçove sot në familja jonë. Faleminderit juve. Më kom dëgju fjalë shumë të mira prej mësimdhënësve, prej atyre që janë marrë me ty në rrugtimin tënd të muzikës, po tash po e kuptoj edhe krejt ato fjalët e mira. Një vajzë e edukune, simpatike, që me sukses ndjek shkollën, një në klasë të 8, apo? Por që njëkohësisht je fokusu shumë te muzika. Kur fillove me muzikë, ose kush ke ai që të ka shty Isra ti ki talent, Isra ti ki zë? Më ka shty më shumë mami dhe mësuesja e klasës së parë të rrite e 5-ta. Mami çdo herë thoshte që kam talent, por unë kam filluar të këndoj 5 ose 6 vite. Kur kam pas 5 ose 6 vite. Ke këndu në për shkollë, në për festivale, në për evente ndryshme njëherë, para se me pas këngë të tua? Po, në fillim të shkolla. Po. Pastaj vendose me bë dhe këngë tua. Po. Sa këngë ke gjithsej? Tani punojmë në të tretën, në projektin e tretë. Tani punojmë në të tretën. A ka qenë ndryshe ndjenja me pas një këngë tone, po flas për këngën e parë kur e ke realizu, për dallim prej coverave dhe këngëve tjera që kanë kënu në për eventet e ndryshme të shkollës? Po, është një ndjenjë shumë e mirë, sepse e kam këngën time dhe mund të shkoj në për festivale, mund të përfaqësoj edhe vendin tim. Po.